Të premten mbrëma pas mesnate në ora 1:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov, EA nga Tetova ka denoncuar se para një objekti hotelerik në rrugën Iliria në Tetov ka gjetur një të mitur të moshës rreth 9 vjeçe, i cili ishte humbur dhe nuk komunikonte. Menjëherë është vepruar sipas denoncimit dhe është konstatuar se i mituri është nga Shutori Zari Shkup dhe se babai i tij quhet EM, i cili me fëmijë të tjerë me furgon ishin sjell në Tetov për të lypur lëmosh dhe rreth orës 22, furgoni me fëmijët e tjerë ishte nisur për në Shkup, ndërsa atë e kishin harruar në Tetov. Janë njoftuar përfaqësues nga qendra për punë sociale Tetov, të cilët pas dokumentimit të rastit, fëmijën ja kanë dorëzuar përfaqësuesve nga qendra për punë sociale Shkup, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Mbrëm pas mesnate në ora 1:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, DK, 43 vjeç nga Tetova, ka denoncuar se automjeti i tij i pasagerëve Alfa Romeo me targa të Tetovës, i cili ishte parkuar në rrugën Goce Delçev në Tetov, ishte dëmtuar nga sende të forta të cilat janë gjetur brenda dhe jashtë automjetit, po ndërmerren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.